diskutimet që kemi pasur në funksion të arritjes në këtë ditë të shënuar sipas këndvështrimit tim për sipërmarrjen shqiptare. Dje, presidentja e Bankës Europiane të Investimeve ka vizituar për herë të parë Shqipërinë dhe kemi qenë së bashku në një ceremoni të nënshkrimit të një marrëveshjeje me njërin prej bankave këtu të pranishme, Intesa Sao Paulon, një marrëveshje e cila në konsideratën tonë duhet të shihet dhe duhet të ndiqet sa tjetë e mundur dhe nga bankat e tjera me Bankën Europiane të Investimeve. Ne ja kemi shtruar Bankës Europiane dëshirën tonë që marrëveshja e parë me Intesa Sao Paulon të zgjerohet edhe me bankat e tjera të nivelit 2, sepse është një marrëveshje që shkon drejt pas drejti në të njëjtin shtrat të marrëveshjes së sotme. Një marrëveshje për të financuar ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që janë motori i ekonomisë tonë dhe që sot kanë në gjirin e tyre realitete me potencial të jashtëzakonshëm. Personalisht kam mundur të shoh një sër ndërmarrjesh të vogla, të cilat bazuar në eksperiencën e shqiptarëve dhe shqiptareve të kthyer nga emigracioni, bazuar në shpirtin inovativ, bazuar në vullnetin për të bërë diçka domethënëse në komunitet dhe për të punësuar familjen dhe njerëzit përreth, kanë qenë eksperienca të jashtëzakonshme prekse, do thosha, dhe në ndërkohë eksperienca që më kanë treguar qartësisht se me një mbështetje financiare të arsyeshme, ato ndërmarrje, ato realitete mund të rriten edhe mund të sjellin të reja kuptim plota për ekonominë tonë. Po nuk është vetëm eksperienca e atyre që janë kthyer, po është edhe eksperienca e atyre që kanë punuar këtu qysh në kryeterës dhe që sot janë gati të hedhin një hap